Për këtë arsye, rinia e sotit në këtë sprova, ka thonë pejgamberi Allahut, ja ma'shara ash-shabab, o ju rini, nëse keni mundësi të martoni, martonu. Ama pse rinia e sotit së më martohet? Për çka se njoni e lip tjetë biznismene, njoni e lip të ketë letra, qetri e lip tjetë mis, që veç në kinë me ja porosit dhe me ja prodhu. I 4 dhe i 5 si shtregohet, njoni i kish arte një hoxha i thot, hoxha veni ma gjenë një femër du mu martu me ta. E që shpedo, ta mos jetë as e gata as e shkurt, as e shnosh e as e dopt, që të konë pasanike e pas qatë që të varëfëru, që i pasanikë lëkit ja din renin dhe fukara lëkit din mi bon sabër. Kur ta shikojsh prej larg, duket që jash në kam. Kur ta afrohesh ngat, duket që jash e ullur. Flok ti ket as me dredha, po as të drejta, as të bardha, të verdha, e as të zeza. Qetë dhe jetë, tha o gjanalo pak. Si ta gjejmë kena me shpall halife. Kiri kjo rini që kërkon kështu, ashtë rini që shiqon shumë, për shkak harameve si një ti, ka pas të sen për këtë arsye. Nuk ashtë i lumë ton me gruan e ti, nuk ashtë i lumë ton me një qajnë e ti, nuk ashtë i lumë ton me atë që Allahu ja ka bo halal. Për këtë arsye, a i kërkon diçka që cila nuk ekziston. Për ata pejgamberi Allahu, nëse do njoni del në rrugë dhe rastësisht shef haram, le të kthehet te gruaja vet. Se atë që e posedon, ajo e ka dhe kjo. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është vepër të cilën ka mundësi që i riu të harun imanin e tij. Dhe ka thonë pejgamberi Allahu, nga se kjo është që i harun juve imanin. Po nëse së mund, se e ndë fakultetin se kam kri, po ma tragjike është se dhe ajo fakultetin se ka kri. E shti duhet me bon ki shkreti 4 vet apo 6 vet sabër, se ajo është duke diplomun. Duke i diplomun dunjo e duke dështu në akiret. Për këtë arsye o dhe të ndër, çfarë është kjo? Tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka me arë një zaman që ka mu përhap zinaja. Pse ja Rasulullah? Tha se një burr do të jetë mbi këqirës i 50 grave. E ki zamani është zamani bashkohor, që një burr 50 gra, sa gra janë të pamartuar e mos vetë. Me bënëse flitet për martesën e ditë 3 dhe 4, kjo e tragjike. Ndërsa zinaja është e lumtur. Pra atë thua se i këshithon një arapi, qish po jetoni ju me 4 gra, tha si kur ju viqune në halal. Si ju, vetëm unë në halal. Ata të cilët e kanë frikë Allahun azza wa jall, janë ata të cilët kujdesët për nderin e tyre. Çka po prit? Ta krish fakultetin ti, ta krija e fakultetin, ta krija e magistraturën dhe doktoraturën, jo dhe të ndërsh. Në këtë zaman është parësore të arrujsh imanin tënë, a mos ka be pika. E që këta ti ishe garantuar se sa dini Allahut azza wa jall dhe sa Allahu është i kujdesshëm që rinia të martohet, ka thonë pejgamberi Allahu garanton 3 lloj njerëz që i kam i furnizu, kam i aqur rizk. Për atë selefët, kur e shifshin se s'po hec, rizku s'po i vjen, u martosh. Nëse nja e kishin, për apë si vike rizk, e martoshin ditë, deri t'i vjen e rizku. Për shkak se besonin ata, në atë të cilën ka premtu Allahu dhe ka premtu pejgamberi Allahu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall garanton se 3 lloj njerëz Allahu i furnizon.
njani është mujahidi, Allahu ja çon riskin ka se mendon, i diti thot i riu i cili martohet për të ruajtur nderin e vet. Allahu i çon risk. Dhe i treti është ai i cili rob ka bë marrëveshje me zotrinë e vet, mu liru me katë çmim, nëse ai do në vërtet mu liru, Allahu ja çon riskin ka se kujton. Ta garantu Allahu riskin mos u frik ket. Besoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam trokit derën e grave të ndershme që të linç një njeri si Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim, të jetë Ibn Kathiri në këtë zaman, që mëson një njerëzve dinin Allahu, që ishe prej atinve që stolisesh në ditën e kiametit me kurorën e xhennetit, pra qëllimi le të jetë final i qartë, i pastër. Do të gjejmë plot nuse para se ti me dal për xhamia. A si të lip shmis kineski, atëherë mund shvish në kin të Alibaba me prosit. Se s'ka mundësi dikush me ta gjetë, s'ka mësit që mundet me i dal zot kësaj punë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po nëse eventualisht s'ka mundësi për arsye të ndryshme, agjëro. Kjo është ilaçi dhe kjo është përbuzja dhe nënçmimi i shejtanit. Gjithashtu Allahu azza wa jall na ka porosit që të ulmi shiqimin. Na ka porosit që të ulmi shiqimin, nga se sherri fillon nga këtu. Sherri fillon nga këtu. E para të thonte Abdullah Mesudi, me ditë se vetëm 10 ditë jetës time më kanë met me jetu. Edhe mas 10 ditëve vdes, dhe kam fuqi dhe mundësi mu martu, isha martu. Pse ja Abdullah Mesud? Tha se tut në pi fitneve. Në kohën e kujt Abdullah Mesudit, që gratë që ndroshin shtëpit e tyre, që thënë të Abdullah Mesudi, se gruaja e cila del me vizitu njënën se e smut akon. Gruaja e cila del pe shtëpis që për të bo hajr. Gruaja e cila del për xhami me bo namaz, tha pashallahu, ibadet ma të madhë se me qëndru në shtëpi s'ka. Në kohën Abdullah Mesudi që gruaja kur hethë se për rreth murit, kur shkon të në shtëpi u detiron të me lavë, gjibën apo mantillin e saj, për shkak se e fshin të murin, ndërsa tash hec midis rrugës ti duhesh me ashlu udhën se nuk shlon popus kur hiç. Shkel, si bagert shkel për para të merë. Pra do ti duhesh me ashlu udhën, shleja udhën. Kona vëlla Mesudi thëjke 10 ditë me ditë se më kanë met, të utna onë se po binë zina. E Burejra u pat plak, edhe i thënë të kur zhvinte me vizitu kur usmu, bani doa për e Burejrën mos beren zina. Bani doa për e Burejrën mos beren zina. Tha ja Burejrën këtë pleçni, tha pse shejtoni ka deka. Ate më gjithë mos kini ni për shejtonin se ka vdeka, për shejtonin që këtë punë e kaj. Para të thot pejgamberi Allah, kur dale gruaja prej shtëpis, i para prin shejtoni. Nëse e shepi për para, del një shejtan të ban mis. Mazi të shkojem, tha e gjithashtu e për cilë shejtoni. Shejtoni është ai i cili i zbokaron haramin vetëm e vetëm që ti ban banor të birë të demit, banor të xhenemit. A ka thonë pejgamberi Allahut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk ka mundësi që njëri të bëjë zina kur ban zina dhe qetë besimtar. Ka thonë pejgamberi Allahut, kur të bëjë zina i ngritët imani, i heket imani prej zemrës sikur këmisha që heket prej trupit. Me dek në qatë gjendje vdes pa iman. Me vdek në qatë gjendje vdes pa iman. Tha pastaj nëse e krit, tha prapë i kthehet imani. Pra që ajo krimc imani që i ka ngel. Pra do leo të ndërshëm, Allahu azza wa jall na i ka qel dirt e halalit dhe na i ka mbyll dirt e haramit. Ta ka bo haram që të vetmohesh me to. Ta ka bo haram që të përziesh me to. Ta ka bo haram të ndaluar që ti shiqojsh ato, dhe ta ka bo haram që ti përshëndetsh ato. Ama mare që mi a këthi dorën dhe pa. Mare për krijesës e jo mare për krijuesit.
Marë për krijesës, e jo marë për krijosit. Ma i turshmi që i ka hetë si për faqen e tokët, ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Me gjitha të dore e ti s'ka përshëndet, s'ka prek dorë të grua së huaj. Ka thot pejgamberi Allah, me përshëndet një gru që e kia haram të përshëndetsh, është ma keq se sa me qpu me gjilpon prej majës të kokës deri të themrat. Për virus, përshëndet mu me brill. Për virus, s'ka problem. I për shkak të infektimit, distancomu dhe nuk përshëndetmi me as me gjinin e që e ke halal. Mos lasmi për ato që ke haram, s'ke shansa të me afru 2 metra distancë për shkak infektimit, ndërsa pse ta infekton imanin nuk ka problem, atëre marre ash me akthi dorën dhe prap. Nuk është marre me thi normën e Allah, nuk është marre që me shkel normët e Allah. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an i Kerim, wala ta'uddu hudud Allah. Mos i te i kaloni normët e Allah. Mos i te i kaloni normët e Allah. Mos afroni te i kaloni normët e Allah. Wa me yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Këta janë simbolet e Allahut azza wa jall. Ai që i çmon as nga devotshmëria, Allahu na bëf të devotshëm, Allahu na rujt prej fitnëve të cilët i dim dhe që si dim, Allahu na i rujt imanin, Allahu na mundsof që shkojmë te Allahu azza wa jall me iman të plot,